Portokallet e papjekura. Rokicat më dukeshin më të ngushta. Muret më merrnin frymë. Doja të kërceja ma ta në tyre. Të shtyja tutja të gjetë të rënë që më duke se më rëndonte frymarjen, që nedve më prishte gjumin e më tren tënë. Që po ndodhte rreth nesh? Tije, hadi këtë? Hadi. E di që do më thuash. Pa hajnë? Për 11 në qefshirat e porta. E gjetë, e? Ti e pas e shkruar edhe? Ti mor? Hajde shpejt. Ku? Tek vila? Pse? Po kam një telefonat, hajde shpejt. Po telefono këtu ti qartë e vilat. Ore, po nuk shikon ti që ka sherë këtu? Apo të më të rasi për dëshmitar, mo të se. O, jo, për këtë edhe unë nuk kem dhe Hajde shpejt, po se, hajde. Lojt e ky? E që më bash, ta mori ndorë makinë, në? E zot, u bë trim edhe ndoni bale. Kur po udhëtoja me makinë e dajës, të parakaluam ty këtu, të kthesa. Unë të shikoja nga pasqyra. Sa më shumë që bëni për para ne, aq më tepër zvogëlohesh atje në pasqyrë. Kur arritën te porta jote, di sa ishte verdi? Sa një mizë. Mbaje, i thash dajës. Një të dalë bera nga makina dhe shkrojta 11 te porta jote. Ore, përse të ndoqja unë ty? Edhe Antoni tani po të shikon nga makina aty. Sa më shumë që bën për para ai, aq më shumë zvogëlohesh ti. Tani e di si dukesh për Antonin ti? Si një mizë. E? Përse të ndoqja? Për të më rrave. 200 herë që ta do të shambashin e Ndonit. 12 euro se Henry më të ndonë. Asnjëherë nuk e përdor shkopit.